Rinia sotshme po përmirësohet apo po përkeqësohet? Rinia sotshme është degeneru. Pse? O degeneru se ka degeneru sistemi burgjes. Ti ke pa me pantallon shqyr? Me? Me pantallon shqyr, shefti? Pantallonat të shqyra ku ti gjesh? Të lutem, po pse se trajtoni ti i ri vet? Pse se trajtoni një mision? Pse shqyen pantallonat? Çfarë shqyen? A di që jeta më kësaj ai? U pëlqen e shëmtumja. U pëlqen e shëmtumja i rinis tani. Do që do thot modernizëm primitiv. Kemi kaluar modernizëm primitiv ne. Edhe njerëzit u pëlqen e shëmtumja. Se të shqyr pantallon vet ose të blish shqyr, do të thotë që ty nuk pëlqen e shëmtumja. Po të paktën ato femra që të zhvishen deri në natgratë, mos ndoshta kanë një qëllim këto, kush është qëllimi i tyre? Degenerim, provokim, vetë provokim. Provokim për çfarë këtu? Vetë provokim seksual, për seks. Mos ndoshta edhe kanë përfitime monetare në këtë rast? Edhe mund të ketë një që i zhvishet kështu, do të thonë, po këto i zhvishen në masën, janë zhvishen, shef rrushën e piqet. Sa ato që zhvishen kështu dhe morin para të tjetër, po më ditë. Që i thotë i zhvishut të fotografej, që të bëjnë reklam, që të bëjnë edhe tjerë që ti, asaj e pare tjerë morin ferët. Që të futen gjungë tjerët. Kuptoj, domethënë janë drejt degradimit, po drejt degradimit. Po ku? S'ka rini më, hikurin një. Ku mund të shkojë më keq se kaq? Më keq s'ka ku shko më, mund të shkojë edhe më keq. Si kush është më keq? Shkojë mos i rinia dalë gjithë. Mund të përfshijmë ne nuk e di çfarë tham. Rinia është drejt përmirësimit apo drejt shkatërrimit, duke krahasuar? Rinia mund të jetë drejt shkatërrimit, por ama kush i shkatërroi uzina, fabrika, hidrocentrale, kush i shkatërroi? I ndërtoi edhe i shkatërron këto për tu pasëru për vete. Si thoti, e ne thot tani që pse ikën posh populizohet Shqipëria. Detyrimisht. Se s'ka pun këtu, i prishja i uzina fabrika. Qa i prishnin pun ati uzinat fabrika? Pse duhet i prishnin, t'i shkatronin, shpërbëj policinë, ushtërinë e gjitha? Përse? Është drejt kjo? Pse këte që demokraciti? Po t'kishte vënde pune këtu që t'punonte, pak po punonte. Jo të mori rrugë të botë, se kujtoti se qa bënë rinia ne. Bëtë çdo lloj pune që këtu nuk e bënë kur. Më mirë pak e në vëndin tatë, se sa shumë edhe në vëndin e huj. Sepse dhe atje mos kujto se janë taksat, nuk të falë njeri atje. Këtu edhe neglizhojnë nga taksat e këto. Kurse atje nuk të falë njeri as taksat, as i gjo për i gjoj, nuk të falë. Po mirë, kemi neve nivel sa që të paguajmë taksat një për një edhe me këto rroga që kemi? Po su pagun taksat, shteti mahet me taksa shpirt. O deputetët me çfarë mbahen? Ata ti rjepësh një për një, gjithë deputet, majtë e djathtë. Se ata ngullën konë që ti ngrieshin rrogat. Apo jo? Ato protestuan dhe u ngret rroga. Ata kanë shumë favore, me telefona, me naftë, me kredi pa interes, e ku di unë që s'mund t'i numëroj gjitha. E në kur vje puna, prap atyre u ngrihet rroga. Për mua është gabim që t'u ngrihesh rroga, falë. Se ata lek që u ngrihen rrogat atyre, mund të shkoshin, ndërtoshin një shkollë, një rrugë, një gjë tjetër. Edhe pak me përmirësu jetën. Rinia sotme, po përmirësohet apo po përkeqësohet? Jo, rinia po përmirësohet, mashallah, po ecën gjithandej, pse kush ta keqësohet rinia? Rinia di të hap sytë të ecë vet. Mirë, jashtë të ecë vet apo këtu? Ku ta shikoj të arsyeshme, edhe jashtë po të verë prap do kthehet. Do mësoja ne më shumë, do vi këtu ta aplikoj. Në çfarë kushtesh mund të kthehet këtu? Kur të përmirësojnë gjërat vetë bën edhe në nivel më të lartë, kuptohet, se kështu siç janë. Si ju duket rinia e sotshme? Domethënë, është në përmirësim apo në përkeqësim? Jo, çthurje fare. Nga çdo gjë. Më kap disa indicia. Unë kam një pandemi që rrin gjithë natën jashtë. Edhe i kontinuar orë mas ore, ku jeni, ku s'jeni, ku jeni, çdo orë unë rri pa gjumë gjithë natën. Se ka merak se si ka prindit këtu, i kanë në Itali. Mendoni se kjo është një nga faktorët? Po për rinin tjetër? Si për pjesën tjetër të rinit? Çfarë bëjnë? Rinia si rinia. Pa punë, pa gjë, rrugëve, çfarë të bëjnë? Rinia është drejt përmirësimit apo drejt përkeqësimit duke krahasuar rinin e mëparshme? Drejt shkatërimit. Janë të ikë gjithë rrit, s'ka si të ardhë këto. Ka si të ardhë këta. Kjo është në dorë të rinis? Domethënë shkatërimi është në dorë të rinis apo në dorë të dikujt tjetër se s'po? Në dorë të qeverisë. S'ka as punë, as si sen nuk ka për këta qeveritarë që janë. Po rinia
modën si e ndjek këtu tek ne? E ndjek mrapç komplet apo me finese, me abuzon me modën, me gjërat e Ka shkurtër? raste që abuzojnë. Domethënë, po në përgjithësi Si ndikon kjo tek njerëzit e tjerë? Domethënë, ekstravaganca e tepërt. për keq ndikon. Për keq, me thënë drejtë. Rinia e sotshme është drejt përmirësimit apo drejt përkeqësimit? Pjetrini për këtë. Si duket, domethënë jeni duke nisur nga nipi mbesa. Jo, ata janë minat e ku janë, Gjermani, Italia, ne këte, unë nuk... Po me modën si janë rinia e sotshme me modën? Pjetrini më mirë për këto gjë. Çat shikon syri po them po. Nuk ka në gjë të mirë, jo. Faleminderit. Ju lutem. E tepron rinia sot? Ata pra dhe me kofsha jashtë që ka faj ma shuzia njerëzve, pse i fole. Ata edhe budallat tjesh dhe të shkoj si jote. Dhe nëzë kofsha nasi. Po brezisotën, po përmirësohet apo po përkeqësohet duke krahasuar me kohën tuaj? Tani shkollë shumë nuk kam që të jap shumë shpjegime, po Me çfarë ke parë? me çka unë parë është shumë vështirë. Shumë vështirë. Cilat janë këto vështirësi tek të rinj, domethënë, ku çedon puna tek ta? Tani ke këta që do në punë që këtu njerë nuk punon njërin fare mo, harroje. Pse nuk punon? Janë dembele apo nuk paguhen mirë? Punë Dembele, nuk paguhen mirë, jo se janë Dembele. Dembele atë shqiptarët shumë punëtor. Janë shumë punëtor. Ku kam qenë unë, kam qenë Kroaci, kam qenë Greqi, kam qenë Francë, ke çuni që kam atje. Nuk kam punu, po kam qenë, kam lëviz. Atje jashtë punojnë gjithë çunat. Tu s'punojnë se nuk ka lek. Nuk ka lek. Domethënë demoralizohen. Normale. Vjen këtu, rrin